Edhe pse fshati Drishtu përfshi në vitin 2018 në hartën përfituese të programit qeveritar të 100 fshatrave turistik, një nisëm që synon të rjetëzimin e zonave me potencial turistik dhe vlera të spikatura kulturore. Në praktika e duket se ka mbetur më shumë një premtim në letër se sa një përfitim konkret për banorët, megjithëse Drishti është ndër të rradhat kala në Shqipëri që vjon të jetë ende banuar. Edhe ato pak familje që jetojnë aty nuk kanë përfituar nga projekti, pavarësisht rritjes së vazhdueshme të numrit të vizitorëve. Banorët shprehen se turistë nga vende të ndryshme të botës vizitojnë zonën për të njohur me historinë dhe trashëgiminë e saj, por theksojnë mungesën e kushteve për pritje dhe akomodim, çka kufizon zhvillimin real të turizmit. Me shumë ka. Për ka vinë zakonisht? Gjithka, Gjermani, Francë, Belgjik, Malizi. Ma shumë pak të vinë Gjerman. Këtu në këtë zonë ku e mund. Ska e kërkush. Që me bo. Da është vinë, da është ma. Pa e se forës atona, sa të mundë. Normalisht i vinë, me në bëma kërë, pa këtën mësë në pregojnë për nësën se për gjatë tjetër. Shpia gjashtë, aktualisht janë gjashtë, lot plus minus një. Trava vine dhe shkojnë për shumë. Në shikën, pasërti ka, uj ka, drita ka, ndashin mulaj, qojnë mulaj, ndashin me pa shpela. Kështu mo? Sot Drishti vjon të mbaj syt nga institucionet me shpresën se kjo zonë do të marrë vëmendjen e merituar dhe do të përfitojë nga potenciali i saj jashtëzakonshëm turistik. Edhe pse fshati Drisht ka qenë përfituesi i programit të 100 fshatrave turistik, për vlerat historike e kulturore që ka, sot në terren nuk ka ndryshuar asgjë. Për TV1 Channel, nga Drishti, Manuel Gjokaj.